do të rrëfej diçka që shumë pak gra e kuptojnë vërtet. Nuk është trupi yt ai që e mban zgjuar natën dhe e bën të mendoj për ty. Nuk janë as fotot e tua, as mesazhet e tua të ëmbla, madje as kujtimi i momenteve tuaja më pasionante. Ajo që vërtet nuk e lë të qetë është intriguese ajo ndjenja e pasigurt nëse ende të ka apo tashmë të ka humbur. Dhe pikërisht kjo ndjenjë bëhet një mendim i përhershëm, një jehon që kumbon në mendjen e tij. Sepse burrat nuk obsesionohen nga ajo që kuptojnë, por nga ajo që nuk arrin të deshifrojnë. Këtu qëndron e vërteta që pothuajse askush nuk ta thot. Sa më e parashikueshme të jesh, aq më pak ai mendon për ty. Sa më shumë që të rrezatosh mister emocional, jo lojra, por qetësi, heshtje dhe thellësi, aq më e fortë bëhet tek ai dëshira për të kuptuar. Aty nis lidhja emocionale që me kalimin e kohës nuk zbehet. Por për këtë ka një mënyrë të zgjuar të folurit, një mënyrë për të mbjellë fara të vogla në mendjen e tij. Një mënyrë që as nuk lutet, as nuk shpjegon, as nuk kërkon vëmendje, por nxit mendimin. Dhe këtu hyn në lojë pyetja për të cilën dua të flas me ty. Pyetja e vetme që nëse ja bën në momentin e duhur do t'i sillet në mendje gjithë natën. Imagjino, është vonë, shtëpia është e qetë, ai shtrihet në errësirë. Dhe papritur kujton atë pyetje që ja bëre. Nuk ishte një pyetje sipërfaqësore. Jo, çfarë mendon, apo çfarë ke. Ishte diçka më e thellë. Diçka që i preku një tel brenda, për të cilin as vet nuk ishte i vetëdijshëm. Kjo pyetje e bëri ta shihte veten përmes syve të tu. Ja tregoi një anë të tij që vetëm ti mund ta njihje. Dhe tani, në errësirë, mendja e tij luan me këtë kujtim, e rrotullon, kërkon kuptimin, pyet veten çfarë fshihej pas shikimit tënd kur e shqiptoje. Sepse një grua e parashikueshme harrohet, por një grua që e bën të mendoj, që e sfidon butësisht ta shohë veten ndryshe, kjo grua bëhet një mister që mendja e tij duhet ta zgjidhë. Kur ti rrezaton këtë mister emocional, ti nuk je e largët, ti je e plotë. Ti je si një libër që premton një histori magjepsëse, por nuk i zbulon të gjitha kapitujt njëherësh. I jep atij mjaftueshëm që të dojë të lexojë më tej, që të pyes çfarë vjen më pas. Heshtja jote nuk është bosh, është plot kuptim. Qetësia jote nuk është indiferencë, është siguri. Thellësia jote nuk është kompleksitet, është mbushje e brendshme. Dhe kjo pyetje që bën në momentin e përsosur nuk kërkon një përgjigje të menjëhershme. Ajo dëshiron të mbillet në mendjen e tij, të rritet aty, të fitojë gjithnjë e më shumë kuptim me kalimin e orëve. Bëhet qelësi që hap dyer për ekzistencën e të cilave ai nuk dinte. Sepse ditën tjetër, ndërsa punon apo ngas makinën, ti përsëri shfaqesh në mendimet e tij. Jo sepse e kontaktove, por sepse mbolle një farë që tani po hedh rrënjë. Dhe ndërsa përpiqet të kuptoj, ai e kupton veten pak më mirë. Kjo është lidhja që mbetet shumë kohë pasi pasioni fizik është zbehur. Ky është magneti i padukshëm që e tërheq përsëri, edhe kur mendja i thotë të harroj. Sepse ti ke prekur diçka më të thellë se dëshira e tij, i ke zgjuar kuriozitetin e tij intelektual dhe emocional. Dhe kjo, e dashura ime, është ajo që e kthen një interes kalimtar në një obsesion të vërtetë. Para se ta zbuloj, duhet të kuptosh pse funksionon. Burrat zakonisht jetojnë në logjik, jo në ndjenja. Ata duan të mbajnë kontrollin, të japin përgjigje të shpejta, të shmangin bisedat që i përballin. Por kur lëviz diçka brenda tyre që nuk mund ta kontrollojnë, kur i bën të vënë në pikpyetje ndjenjat e tyre, atëherë lind një boshllëk. Dhe në këtë boshllëk lind mendimi i vazhdueshëm. Prandaj kjo pyetje nuk ka të bëjë me detyrimin për vëmendje, por me nxitjen për të menduar edhe kur përpiqet të harrojë. Sepse sa herë që dikush nxit vetë reflektim tek një tjetër, ai lë gjurmë. Pavarësisht nëse ka qenë një ditë, një javë apo një vit, fjalët që arrijnë në vetdije kur nuk zhduken. Kjo pyetje bën pikërisht këtë. Aktivizon kurreshtjen, nostalgjinë dhe dyshimin, tre emocione që e lidhin me ty, edhe kur nuk je aty. Prandaj kur flet me të, mos e konfronto, mos e shty. Shikoje me qetësi, buzëqesh lehtë dhe thuaje. Pa shpjegime, pa justifikime, pa pritur një përgjigje të menjëhershme.
sepse fuqia e kësaj pyetjeje nuk qëndron tek momenti vetë, por tek gjithçka që ndodh më pas. Mënyra se si e thua është po aq e rëndësishme sa edhe pyetja vetë. Burrat janë të stërvitur të njohin qëllimet e fshehura, të lexojnë mes rreshtave, të mbrohen nga manipulimi ose nevoja. Prandaj qëndrimi yt duhet të jetë plotësisht i shkëputur emocionalisht. Nuk duhet të rrezatosh energji të ankthshme, asnjë shikim që thotë, kam nevojë për përgjigjen tënde. Asnjë tension trupor që tregon se ke pritur me ditë këtë moment. Ai do ta ndjej edhe nëse nuk e sheh. Konfrontimi aktivizon mekanizmin e tij mbrojtës. Kur e konfronton një burr, kur e ngushton me pyetje direkte si: pse nuk u more? Çfarë jemi ne? Ku po shkon kjo mes nesh? Truri i tij reagon menjëherë në mbrojtje. Ai ngrit mure, hyn në defensiv, kërkon rrugë shpëtimi dhe përgatit përgjigje standarde për të dalë sa më shpejt nga situata. Në këtë gjendje asgjë nga ato që thua nuk depërton vërtet tek ai. Presioni sjell të njëjtin rezultat, madje më keq. Nëse e shtyn, ngul këmbë ose trupi yt sinjalizon: dua një përgjigje tani, arrin vetëm një gjë që ai të dojë të ikë. Burrat janë të programuar të distancohen nga presioni emocional, sepse e përjetojnë atë si humbje të lirisë, si kërcënim për autonominë e tyre. Dhe kur e ndjejnë këtë, tërhiqen, mbyllen. Edhe nëse më parë ka pasur ndjenja të vërteta, presioni mund të shkatërrojë gjithçka. Shikoje me qetësi, me një buzëqeshje të lehtë, dhe lëshoje. Këtu fillon arti i të gjithës. Shikimi yt nuk duhet të jetë intensiv, as lutës, as sfidues. Duhet të jetë i qetë sikur të ishe krejtësisht në paqe me veten, sikur kjo pyetje të kishte lindur thjesht në mendjen tënde pa peshë, pa qëllim të fshehur. Kur e shikon me këtë qetësi, përcjell siguri. I thua atij pa fjalë: nuk kam nevojë për asgjë nga ti. Thjesht jam kurioze. Shikimi yt duhet të ketë një cilësi të veçantë, sikur ta shikoje nga një vend më i lartë emocionalisht, jo me mendje madhësi, por nga paqja e brendshme. Sikur tashmë të kishe bërë paqe me atë që ka qenë, që është dhe që do të vijë. Sikur të ishe e lirë nga drama, frika dhe nevoja. Kjo qetësi është magnetike, sepse është e rrallë. Shumica e njerëzve ecin nëpër jetë me shqetësim emocional. Kur shfaqet dikush me qetësi të vërtetë, ndjehet. Ajo tërheq, dhe pastaj ajo buzëqeshje e lehtë, jo e madhe, jo nervoze, jo koketuese. Një buzëqeshje gati e padukshme. Një buzëqeshje që nënkupton se ti di diçka që ai nuk e di. Një buzëqeshje me një prekje misteri, nostalgjie, diçka që nuk shprehet dot me fjalë. Buzëqeshja e një njeriu që ka jetuar, mësuar dhe rritur. Buzëqeshja e një njeriu që nuk luan më lojrat e vjetra. Kjo buzëqeshje ka fuqi ajo çarmatos, sepse kur dikush pret përballje dhe në vend të kësaj ndesh ngrohtësi të vërtetë, por misterioze, truri i tij nuk arrin ta përpunojë menjëherë. Ai mbetet në një gjendje kurioziteti. Çfarë do të thotë kjo buzëqeshje? Për çfarë mendon ajo? Pse është kaq e qetë? Dhe pikërisht në këtë moment, në këtë gjendje hapjeje, e bën pyetjen, pa paralajmërim, pa përgatitje, pa kontekst të panevojshëm. E thua sikur të hidhje një penë në erë lehtë, natyrshëm, pa ditur ku do të bjerë, pa shpjegim, pa justifikim, pa pritur një përgjigje të menjëhershme. Kjo është pjesa më e vështirë. Ne njerëzit kemi një nevojë pothuajse obsesive për të mbushur heshtjen, për të shpjeguar fjalët tona, për të siguruar se tjetri na ka kuptuar saktë. Por pikërisht kjo shkatëron magjinë e kësaj teknike. Nëse shpjegon, nëse thua, thjesht mendova ose nuk e di nëse ka kuptim, por ja heq çdo fuqi pyetjes. Shpjegimet tregojnë pasiguri. Ato tregojnë se as vetë nuk je e sigurt për atë që po bën. Dhe kjo e nxjerr menjëherë nga introspeksioni dhe e vendos në një pozitë superiore. Ajo është e pasigurt. Ajo do diçka nga unë. Jo, pyetja duhet të ekzistojë vetë pa mbështetje, pa kontekst, pa dobësim. Si një vepër arti që nuk ka nevojë për shpjegim. Si një poezi që secili e interpreton në mënyrën e vet. Kjo dy kuptimsi, ky mister është pikërisht ajo që e bën të mendoj. Mos u justifiko. Mos thuaj,
thjesht isha kurioze, apo e pyeta edhe dik tjetër, apo e lexova diku. Çdo justifikim është një pranim që ti beson se ke bërë diçka që ka nevojë për mbrojtje. Nëse vetë ti nuk i beson pyetjes tënde si mund ta prek atëherë atë, siguria nuk mund të shtiret. Kur e shqipton pyetjen me besim të vërtet në vlerën e saj, ai e ndjen. Dhe kjo i jep peshë. Gjëja më e vështirë fare, mos prit një përgjigje të menjëhershme. Mos rri aty duke e parë në pritje. Mos e mbush heshtjen me fjalë të tjera. Mos thuaj, ç'mendon, nuk do të thuash asgjë, sepse në çastin që e bën këtë, ti e shkatëron tensionin që ke ndërtuar. Mbaje mend, kjo pyetje është si mbjellja e një fare. Fara nuk rriten sepse i shikon vazhdimisht apo i nxit. Ato rriten në errësirë, në heshtje, në kohën e tyre. Kjo pyetje ka nevojë për hapësirë për të mbirë në mendjen e tij. Kohë që ai ta përpunoj, të mendoj mbi të duke vozitur në ndush natën në shtrat. Nëse pret një përgjigje të menjëhershme, e detyron në një reagim sipërfaqësor. Por nëse e bën pyetjen dhe pastaj fizikisht ose emocionalisht tërhiqesh, i jep asaj hapësirë të depërtoj thellë në psikikën e tij. I jep atij hapësirë të pyes veten, pse ma bëri ajo këtë pyetje, çfarë deshi të thotë, çfarë do të thotë unë për të, çfarë pa ajo tek unë. Pas pyetjes mund të bësh një pauzë të shkurtër 2-3 sekonda sikur t'i japësh mundësinë të thotë diçka, nëse do, dhe pastaj thjesht kalo në një temë tjetër, apo akoma më mirë, përshëndetu krejt natyrshëm. Dua të shkoj, shihemi më vonë, ose thjesht një buzëqeshje e lehtë dhe largohu. Kjo tërheqje e qetë e plotëson rrethin e përsosur, sepse tani pyetja mbetet pezull në ajër e pasgjidhur, pa shpjegim, pa mbyllje. Dhe truri njerëzor i urren fundet e hapura, pyetjet e pasgjidhura, misteret e pashpjeguara. Kështu që mendja e tij do të kthehet vazhdimisht tek ai moment, ta analizoj, të përpiqet ta kuptoj, të kërkoj kuptim. Dhe sa herë që e bën këtë mendon për ty. Dhe pikërisht ky është qëllimi. A e ke pyetur ndonjëherë veten se çfarë ndjen me të vërtetë kur unë nuk jam aty? Ky është pyetja. Lexoje përsëri. Lëre të jehon në mendjen tënde para se të mendosh ta përdorësh, sepse kjo nuk është një pyetje e zakonshme. Nuk është një më mungon, apo mendon për mua, e maskuar. Është diçka shumë më e thellë, shumë më strategjike, shumë më e fuqishme. Ka shumë thjeshtësi dhe megjithatë ka aq fuqi. Bukuria e kësaj pyetjeje qëndron pikërisht në thjeshtësinë e saj të dukshme. Nuk ka fjalë të komplikuara, nuk ka strukturë të ngatëruar, nuk ka fjalor të ndërlikuar. Çdo kush mund ta thotë, por shumë pak kuptojnë pse funksionon dhe akoma më pak kanë forcën emocionale për ta përdorur siç duhet. Kjo thjeshtësi mashtron. Ajo duket e padëmshme, e pafajshme, si një kurreshtje e rastësishme. Por nën këtë sipërfaqe të qetë qëndrojnë shtresa pas shtrese thellësie psikologjike. Është si një iceberg, pjesa e dukshme është e vogël, por ajo e padukshme poshtë është gjigante. Pikërisht kjo e bën aq të fuqishme. Nuk aktivizon mekanizma mbrojtës, sepse nuk duket si kërcënim. Nuk tingëllon si qortim, as si nevojë, as si kërkesë. Tingëllon si mendim, si interes i vërtet, si kërkimi për diçka më të thellë se thjesht, më do, ose do të rish me mua, sepse e detyron atë të shikoj veten përtej egos dhe krenarisë. Këtu qëndron gjeniu i vërtet i kësaj pyetjeje. Nuk po i kërkon të mendoj për ty, po i kërkon të mendoj për veten. E udhëheq drejt vetë reflektimit në thellësitë e emocioneve të tij, në fusha që ndoshta kur nuk i ka eksploruar me vetdije. Burrat, sidomos në marrëdhënie emocionale, shpesh jetojnë me autopilot. Ata ndjejnë, por rrallë analizojnë çfarë ndjejnë, pse e ndjejnë apo çfarë do të thotë kjo. Veprojnë nga ndjenja, pa e përpunuar vërtet. Është më e lehtë, më e rehatshme, më pak e rrezikshme. Por kjo pyetje e ndërpret autopilotin. E detyron të shtyp pauzë, e detyron të pyes veten, çfarë ndjej me të vërtet kur ajo nuk është këtu? Ndjej lehtësim, boshllëk, aftësi, ankth, dhe për t'ju përgjigjur, ai duhet të jetë brutalisht i sinqert me veten. Këtu fillon fuqia e vërtetë. Ai duhet të shkojë përtej egos dhe krenarisë.
sepse e goja i thot, nuk e ke nevoj, je mirë vetëm, mos i jep asaj këtë fuqi. Krenaria i thot, mos treg dobësi, mos zbulo asgjë, por kjo pyetje e vendos në një pozitë ku nuk mund të përgjigjet më nga e goja. Ai duhet të flas nga një vend më i thellë, i vërtet, autentik, sepse pyetja nuk është, më mungon, ku e goja mund të përgjigjet lehtë me një ndonjëherë. Pyetja është, a e ke pyetur ndonjëherë veten se çfarë ndjen me të vërtet kur unë nuk jam aty? Dhe kjo fjalë me të vërtet është vendimtare. Ajo nënkupton se ekziston një boshllëk mes asaj që ai thot se ndjen dhe asaj që ndjen realisht. Nënkupton se ndoshta nuk ka qenë plotësisht i sinqert me veten. Dhe pikërisht kjo krijon tension të brendshëm, një disonancë njëose që mendja e tij do të dojë ta zgjidhë. Ai mbetet me një kokë të shqetësuar, duke u përpjekur të kuptojë nëse i mungon nga zakoni apo sepse ka nevojë për ty emocionalisht. Ky është kurthi perfekt, por jo manipulator. Është vetëm një ftesë për të njohur veten me të vërtetë, sepse ka një ndryshim të madh mes mungesës nga zakoni dhe nevojës emocionale për dikë. Shumica e njerëzve nuk e kuptojnë kurrë këtë ndryshim. Mungesa nga zakoni është e lehtë për t'u shpjeguar, e lehtë për t'u arsyetuar, e rehatshme. Sigurisht që mendoj ndonjëherë për të, kemi kaluar shumë kohë bashkë, ishte pjesë e përditshmërisë sime. Kjo është sipërfaqësore, e padëmshme, e sigurt nuk kërkon vetëdije të vërtetë. Por të kesh nevojë për dikë emocionalisht, kjo është krejt tjetër gjë. Do të thotë se ka diçka tek ti që mbush një hapësirë tek ai që askush tjetër nuk mund ta mbush. Që prania jote ose mungesa jote ndryshon realisht gjendjen e tij emocionale, që ti nuk je thjesht zakon, por thelbësore. Dhe ta pranosh këtë edhe vetëm para vetes është e cenueshme, është e frikshme, është e fuqishme. Tani mendja e tij është e kapur nga kjo dallim, përpiqet të kuptojë. Thjesht jam mësuar me të, apo ka diçka më shumë pas kësaj? Çfarë ndjej saktësisht kur kuptoj se ajo nuk është më këtu? Është vetëm nostalgji e shpejt apo një boshllëk i vërtet? Këto nuk janë pyetje të lehta. Ato kërkojnë kohë, mendim, sinqeritet. Dhe sa më shumë që ai mendon për këtë, aq më shumë mendon për ty. Sepse për ta kuptuar veten, duhet të mendoj për ty, praninë tënde, mungesën tënde, momentet tuaja. Sa herë që e bën këtë, ti zëvën në mendjen e tij, në vetdijen e tij, në botën e tij emocionale. Dhe gjëja më e mirë, ti nuk përgjigjesh, e lë heshtjen të bëj punën. Kjo nuk mund të theksohet mjaftueshëm. Heshtja pas kësaj pyetjeje nuk është vetëm e rëndësishme, është vendimtare. Është ndryshimi mes një pyetjeje për të cilën ai mendon 5 minuta dhe një pyetjeje që e ndjek për ditë, javë ose muaj. Kur e bën pyetjen dhe pastaj hesht, krijon një boshllëk. Dhe natyra e urren boshllëkun. Mendja njerëzore e urren boshllëkun. Kur në një bisedë krijohet boshllëk, veçanërisht pas diçkaje emocionalisht të ngarkuar, truri automatikisht përpiqet ta mbush atë. Do të krijoj kuptim, do të kuptoj, do të zgjidh. Por nëse ti nuk e mbush atë boshllëk, jo me shpjegime, jo me përgjigjen tënde, jo me biseda të parëndësishme që e zbejnë momentin, ai mbetet vetëm me këtë hapësirë. Dhe pikërisht atëherë mendja e tij fillon ta mbush vetë me mendime, pyetje, analiza, ndjenja. Heshtja komunikon diçka të fuqishme për ty, që ti mund të mbash tensionin emocional, që nuk ke frikë nga heshtja, që ndihesh mirë në pasiguri, që ke forcën e brendshme të bësh një pyetje të thellë dhe pastaj thjesht të presësh. Shumë pak njerëz mund ta bëjnë këtë. Kjo aftësi e rrallë e impresionon aq thellë sa edhe vetë pyetja. Kjo pauzë, ky moment kur ti nuk thua asgjë, është çasti kur mendja e tij fillon ta përsërisë vazhdimisht pyetjen. Truri i njeriut ka një tipar magjepsës, kur diçka mbetet e pazgjidhur, sidomos diçka emocionalisht e ngarkuar, mendja kthehet tek ajo me ngulm. Është si një këngë që ngec në kokë, vetëm se shumë më e thellë, shumë më domethënëse. Në këtë pauzë të qetë ndodh diçka magjike. Pyetja pushon së qeni thjesht një fjali. Ajo bëhet një prani, gati një energji e prekshme që mbush hapësirën mes jush. Dhe sepse ti nuk e ke shpjeguar, nuk e ke mbrojtur, nuk e ke zbehur, ajo mbetet e pastër, e përqendruar, e fuqishme.
Mendja e tij e dëgjon përsëri. A e ke pyetur ndonjëherë veten se çfarë ndjen me të vërtetë kur unë nuk jam aty? Dhe përsëri. Jo sepse ti e përsërit, por sepse mendja e tij vetë riluaj, përpiqet ta përpunoj, t'i jap kuptim, të gjejë një përgjigje që ndjehet e vërtetë. Çdo përsëritje është si një valë që godet një shkëmb. Vala e parë bën pak, por valë pas vale, her pas here, shkëmbi fillon të ndryshojë, të gërryhet, të marrë formë. Pikërisht kështu funksionon kjo pyetje në psikikën e tij. Jo me një shpërthim të papritur, por me një ndikim të qetë, të qëndrueshëm, që thellohet me kohën. Sa më gjatë ta mbash hapësirën e heshtjes të hapur, aq më thellë depërton efekti, sepse ai nuk mund ta injorojë thjesht pyetjen, nuk mund të bëjë sikur nuk e ka dëgjuar. Ajo mbetet pezull mes jush, pa përgjigje, kërkuese. Dhe mendja e tij nga natyra do të kthehet atje përsëri derisa të gjejë një lloj zgjidhjeje. Jo sepse ti e manipulon, por sepse e udhëheq drejt vetdijes së tij. Ky është një ndryshim vendimtar. Kjo metodë nuk është manipulim në kuptimin negativ. Ti nuk e mashtron, nuk gënjen, nuk luan pandëshmërisht me ndjenjat e tij. Ti thjesht bën një pyetje të ndershme që fton drejt reflektimit të vërtetë. Manipulim do të ishte të thuash diçka të rreme për të nxitur një reagim të caktuar. Manipulim do të ishte të bëhesh sikur je dikush tjetër për të marrë diçka. Manipulim do të ishte të përdorje pasiguritë e tij kundër ti për ta kontrolluar. Por kjo këtu është diçka tjetër. Është një ftesë për autenticitet, një ftesë për t'u takuar me vetveten. Ti nuk ndes një ndjenjë të re tek ai, vetëm bën të dukshme atë që ka qenë gjithmonë aty. Si një llambë që ndriçon një qoshe të errët. Hapësira, objektet, e vërteta ato kanë qenë gjithmonë aty. Ti thjesht e ndihmon t'i shoh më në fund, e udhëheq drejt brendisë së tij, drejt botës së tij të vërtet emocionale. Dhe kjo nuk është një mashtrim, por një dhuratë, sepse shumica e njerëzve kalojnë jetën pa e njohur kurrë vërtet vetveten, pa i vënë ndjenjat e tyre në dyshim, pa i shqyrtuar tregimet e tyre të brendshme. Ti jep atij mundësinë ta kuptojë veten, të njohë ndjenjat e tij, të përballet me të vërtetën e tij. Dhe nëse gjatë këtij procesi ai kupton se i mungon, se të ka nevojë, se ti i kupton më shumë se ç'donte të pranonte, kjo nuk është sepse ti e ke bërë të ndiejë kështu. Është sepse ai gjithmonë e ka ndjerë. Ai thjesht tani më në fund e pranon. Dhe askush nuk e harron personin që e ka bërë të mendojë për veten e tij. Kjo është një e vërtet e thellë për natyrën njerëzore që shumë pak njerëz e kuptojnë vërtet. Ne i kujtojmë ata që na bëjnë të ndihemi mirë, po. Ne i kujtojmë ata që na bëjnë të qeshim, që na tërheqin fizikisht, që na argëtojnë. Por të gjitha këto kujtime janë sipërfaqësore, lehtësisht të zëvendësueshme. Por njeriu që na bën të mendojmë për veten tonë në një mënyrë të re, që na çon në thellësi që kurrë më parë nuk i kemi eksploruar, që hap dyrë në vetdijen tonë për ekzistencën e të cilave nuk dinim, ai njeri lë një gjurmë të pashlyeshme. Ai bëhet pjesë e historisë sonë të vetdijes, dhe kjo është e paharrueshme. Është si dallimi mes një turisti që viziton një vend dhe një arkeologu që zbulon aty diçka të vjetër e me vlerë. Turisti përjeton diçka të bukur dhe vazhdon përpara, por arkeologu ka nxjerrë diçka që ndryshon përgjithmonë kuptimin e atij vendi. Ti nuk do të jesh turiste në jetën e tij. Ti do të jesh arkeologjia që nxjerr në dritë të vërtetat që ai duhet t'i shite. Kur dikush të bën të mendosh për veten, të mendosh me të vërtetë, jo sipërfaqësisht, por thellë dhe ndershmërisht krijohet një lidhje e fuqishme. Sa herë që ai kthehet në atë vend të vetë reflektimit, ti do të jesh aty në kujtesën e tij. Sa herë që ai shqyrton ndjenjat e veta, do të kujtojë se ti ishe e para që e ftove. Sa herë që ai pyet veten çfarë vërtet ndjen për diçka apo dik, një pjesë e tij do të mendojë për pyetjen që ti bëre. Ti nuk do të jesh vetëm një kujtim, por një katalizator i rritjes së tij emocionale. Dhe kjo nuk harrohet, kjo nuk zëvendësohet lehtë. Sepse ti nuk ishe thjesht një përvojë e këndshme, ti ishe një moment transformimi, një pikë kthese në marrëdhënien e tij me vetveten. Kështu lind tërheqja e vërtetë, jo nga mungesa, por nga shpirti.
Shumica e njerëzve përpiqen të krijojnë tërheqje përmes mungesës. Ata zhduken që t'i mungojnë tjetrit, krijojnë mungesë artificiale, bëjnë të vështirë. Dhe po, këto teknika mund të funksionojnë përkohësisht, sepse nxisin frikën nga humbja një emocioni fort. Por tërheqja e bazuar në mungesë është e brishtë, reaktive, sipërfaqësore. Ajo varet nga mbajtja e distancës, nga mbetja e rrallë, nga mosqenia kur plotësisht e disponueshme. Dhe kjo është raskapitse, sepse duhet gjithnjë të kontrollosh sa pranim jep, sa kohë kalon, sa ndan. Tërheqja që lind nga shpirti është krejt ndryshe. Është e brendshme, proaktive, e qëndrueshme. Nuk varet nga pranim fizike. Varet nga fakti që ke zënë një vend në botën e tij mendore, në peizazhin e tij të brendshëm emocional. Kur krijon tërheqje nga shpirti, nuk ka rëndësi nëse je afër apo larg, e disponueshme apo jo, ti je tashmë brenda. Ti je pjesë e mendimeve të tij, pjesë e vetë kuptimit të tij, pjesë e procesit të tij emocional. Dhe kjo nuk fshihet thjesht me distancë fizike ose duke takuar njerëz të tjerë. Tërheqja mendore është e thellë, sepse ajo shkon përtej dëshirës fizike dhe emocioneve sipërfaqësore. Ajo prek identitetin, vetë kuptimin, vetë dijen, dhe këto janë fushat më të qëndrueshme të përvojës njerëzore. Jo nga dëshira për t'u kujtuar, por nga urtësia për të qenë e paharrueshme. Ky është dallimi mes nevojës dhe forcës, mes shpresës dhe sigurisë, mes lypjes për një vend në mendjen e tij dhe dijes se ti e ke tashmë atë. Nëse dëshiron të kujtohesh, je në një pozicion varësie prej diçka prej tij, je e varur nga mendimet e tij, vendimet e tij, vullneti i tij. Ky është një pozicion i dobët, i brishtë, i frikësuar. Por nëse vepron nga urtësia për të qenë e paharrueshme, ti je në një vend krejt tjetër. Nuk pret që ai të kujtoj, e di se do ta bëj. Nuk lyp një vend në kokën e tij, e di se tashmë e ke. Nuk je e shqetësuar për rezultatin, je e sigurt në ndikimin tënd. Kjo siguri nuk vjen nga arroganca ose iluzioni, por nga kuptimi i parimeve psikologjike që mbajnë këtë dinamik. Ajo vjen nga dija se ke bërë diçka që ka ndryshuar lidhjen në themel, se ke lënë brenda ti diçka që nuk mund të fshihet lehtë. Urtësia për të qenë e paharrueshme do të thotë të kuptosh se nuk ke pse të jesh më e bukura, më e qeshura apo më e disponueshmja. Duhet të jesh ajo që e bën të mendoj, që e bën të ndjej, që e bën të pyes, që hap dyrë në vetdijen e tij që mbeten hapur shumë kohë pasi të kesh ikur. Kjo urtësi të dhuron qetësi, paqe, siguri, dhe kjo vetëm është tërheqëse. Sepse kur nuk je e dëshpëruar për t'u kujtuar, kur nuk përpiqesh me ngulm të pushtosh mendjen e tij, paradoksalisht bëhesh edhe më e paharrueshme. Energjia jote ndryshon, prania jote ndryshon, dhe ai e ndjen këtë. Kjo do të thotë të veprosh nga një vend i forcës së vërtet të brendshme. Jo pushtet mbi të, por fuqi brenda vetes. Jo kontroll mbi emocionet e tij, por zotërim mbi të tuat. Jo manipulim i mendjes së tij, por një kuptim i thellë i mënyrës se si funksionon lidhja e vërtet njerëzore. Kur e bën këtë pyetje nga ky gjendje me urtësi, qetësi dhe sigurinë se tashmë je e paharrueshme, gjithçka ndryshon. Pyetja merr një peshë tjetër, heshtja më pas merr një cilësi tjetër. Efekti bëhet shumë fish më i fortë, sepse ai nuk reagon vetëm ndaj fjalëve që thua, ai reagon ndaj gjithë energjisë tënde, ndaj besimit që ti rrezaton, ndaj thellësisë që ti mishëron. Dhe kjo, pikërisht kjo, është ajo që krijon tërheqjen e vërtetë, të qëndrueshme, me kuptim. Jo atë sipërfaqësoren që zbehet me kohën, jo atë që bazohet në lojra ose teknika të lira, por atë që lind nga fakti se ti je me të vërtetë e jashtëzakonshme, dikush që vepron në një nivel tjetër, që kupton të vërtetat e thella të lidhjes njerëzore dhe i zbaton me integritet dhe urtësi. Kjo është tërheqja që mbetet, tërheqja që transformon, tërheqja që e bën të mendoj për ty jo vetëm gjatë gjithë natës, por shumë më tej. Nëse ky video të ka ndihmuar të kuptosh fuqinë e qetësisë dhe fjalëve të tua, abonohu që të mos humbasësh asgjë. Jep një pëlqim, ndaj me një mike që duhet ta dëgjoj këtë dhe shkruaj në komente çfarë mendon për këtë pyetje. Dhe nëse dëshiron të mbështesësh më tej këtë kanal, bëhu anëtare.
Do të kesh përparësi në komente dhe qasje në përmbajtje ekskluzive që unë përgatis me gjithë zemrën.